Kooptimi I biznesmenit të ilaçeve Kliti Hoti nga sponsori I PS-s në listën e mbyllur të kandidatëve të PD-s të qarkut të Shkodrës u tha se ishte shpërblim nga Sali Berisha, nga që ai ka qenë edhe sponsor I Fondacionit Fëmijët Shqiptar të Liri Berishës, por nga ana tjetër, e vërteta është krejt ndryshe. Prandaj SPAK duhet hetoj denoncimet publike nga drejtues lokal të PD-s Shkodër, antar të kryesisë qendrore të kësaj partie, se biznesmeni I ilaçeve Kliti Hoti ka dhënë 700.000 euro rishfet tek hartuesi I listave për të qenë tek lista e mbyllur, ndërsa demokratët e Shkodrës, përveç se kanë kandidat ortakun e Ilir Beqes në biznesin e ilaçeve, duhet të mësojnë se Kliti Hoti ka linja të zeza biznesi edhe me Tom Doshin, Olta Xhaçkën, si dhe me kupolën e Ministrisë së Shëndetësisë. Në listën e ilaçeve që rimbursohen, Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi I Kujdesit Shëndetësor kanë futur 113 ilaçe me markën Profarma të Tom Doshit, kur ato janë ilaçe që I fut kontraband. Kandidati I Saliut Kliti Hoti dhe ja jep Tom Doshit e ndajnë milionat sipas pazarit. Kontrabandën e ilaçeve Kliti e realizon me lejen e kupolës së pushtetit të PS-s, financuesi së cilës është duke përdorur kompaninë e tij Novartis Pharma Service INC e I shpërndan në kompanitë e ilaçeve dhe në farmaci. Përveç kompanisë ku është ortak Ilir Beqa, ndër depot që marrin ilaçe të kontrabanduara nga Kliti Hoti është kompania Unifarma SHPK, ku 50% të pronësisë e ka burri Olta Xhaçkës dhe kompanitë ortake Megastore e Medikamenta, ku Olta Xhaçka ka nga 1.5 milion euro kapitale ilegale. Por lidhjet në punë të pista mes kandidatit Kliti Hoti dhe Olta Xhaçkës janë vendosur në vitin 2017, kur ajo u emërua ministre e mbrojtjes dhe burri I saj krijoi firmën e ilaçeve Unifarma SHPK dhe u fut me kapitale tek firmat Megastore e Medikamenta, ndërsa Kliti Hoti me urdhër të Bablokut ishte emëruar konsull nderi Hungarisë në Shqipëri, lidhjet e të cilit me Olta Xhaçkën u shtuan dhe u forcuan pas muajit shtator 2020, kur ajo u emërua ministre e jashtme. Përveç kontrabandës dhe shitjes së ilaçeve të dyshimta, punë të pista të Kliti Hotit me ish ministren Olta Xhaçka kanë qenë biznesi I bursave dhe lejeve të punës për në Hungari, Bullgari, Rumani, Itali, Gjermani, Suedi, Holand, Zvicër, Francë, për të cilët merrnin pagesa ilegale. Prej punëve të pista që bënin bashk, Olta Xhaçka e pajisi Kliti Hotin me statusin e diplomatit të lartë zyrtar të shtetit shqiptar, që nuk lejohet të kontrollohet as fizikisht, as makina e as bagazhet në pikat e kalimit kufitar, ndërsa nga një makinë që lejon ligji për pajisje me targa diplomatike, Olta Xhaçka I pajisi 3 makina, një prej të cilave e përdori kunati I tij Dorian Sadiku, kontrabandist ilaçesh që doli në hetimet e SPAK bashkë me Ilir Beqen. Me këtë imunitet diplomatik që ka, Kliti Hoti nuk mund t'i kontrollohen as banesat e bizneset brenda e jashtë Shqipërisë pa marrë miratim nga Ministria e Jashtme ose me vendim gjykate, por prokuroria dhe SPAK nuk e procedojnë penalisht, megjithse kanë denoncime dhe prova sidomos për kontrabandë ilaçesh dhe përdorim të makinave me targa diplomatike nga kunati dhe të fortët që I maskon si sportist. As më thoni se si do ta luftoj Sali Berisha korrupsionin, kaq edhe për sot.